Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Qeveria ka vendosur të subvencionojë me 50 lekë për litër naftë shoqëritë e transportit publik për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve. Ministri i Transportit Enea Karakaçi tha se kompensimi do të nisë nga muaji mars, kur u ndjen efektet e krizës së hidrokarbureve. Ndërkohë, Ministri i Financave Petrit Malaj njoftoi ndryshimin në pullat fiskale me shtim të elementeve të sigurisë, teknologjisë, track and trace dhe barkodit për gjurmimin e produkteve dhe rritjen e sigurisë ushqimore. Këshilli i lartë i prokurorisë nuk ka arritur ende një vendim për plotësimin e vakancave në prokurorinë e apelit, ku mungojnë 9 prokuror. Mbledhja e fundit është shoqëruar me debate të forta mesantarëve, duke mos sjellë një vendimarrje për shkak të ndarjes së votave. Situata ka krijuar një ngërç institucional në një kohë kur sistemi i prokurorisë përballet me mungesë kapacitetesh dhe afate të rëndësishme për gara dhe emërime të reja. Gjykata e Tiranës ka rrëzuar padinë e mjekes Merem Mesela për kandidimin e saj të refuzuar në garën për kreun e Partisë Demokratike. Vendimi i marrë nga gjyqtarja Suela Xhani u bazua në mungesën e dokumenteve shoqëruese të nevojshme. Sela kishte kërkuar që të shpallej i pavlefshëm skualifikimi i saj nga gara e 23 majit, pasi Komisioni i Partisë Demokratike nuk e kishte miratuar kandidaturën më 1 maj. Gjykata e konsideroi kërkesën të paplot në aspektin procedural. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni ka falendëruar kryeministrin shqiptar Edi Rama pas deklaratës së tij për marrëveshjen mbi emigrantët. Rama theksoi se protokolli për qendrat në Gjadër do të mbetet në fuqi për sa kohë Italia ta kërkojë, duke sqaruar edhe raportimet e mediave ndërkombëtare. Reagimi i Melonit erdhi përmes rrjeteve sociale, ku ajo ndau deklaratën dhe shkroi faleminderit Edi. Rama prezantoi gjithashtu nismën e re për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes programit dy fishov si përmarrjen tënde. Rama bëri të ditur se kredit për bizneset do të jepen me interes të ulët nga 2 deri në 3% si pjesë e një partneriteti mes qeverisë, bankave dhe sipërmarrjes me synim rritjen e aksesit në financim dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik. Kreu i PD Sali Berisha akuzoi qeverinë e Edi Ramës për mungesë transparence mbi raportet e institucioneve europiane për Shqipërinë. Sipas i raporti i Parlamentit Evropian kritikon procesin zgjedhor, përdorimin e shtetit nga mazhoranca dhe çështjet e PPP-ve e investimeve strategjike. Një projektligj i depozituar në Kuvend nga Partia Demokratike synon të përjashtojë përkohësisht pensionistët aktiv nga pagesa e kontributeve për sigurimet shoqërore. Sipas propozimit, i cili mban firmën e deputetit Igli Cara, pensionistët që vijojnë punën nuk do të paguajnë kontribute për të paktën 4 vite, me qëllim nxitjen e punësimit. Në Shqipëri vlerësohet se rreth 13.000 pensionistë janë aktualisht aktiv në tregun e punës. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në lagjen Rus në Shkodër, ku një njeri ka humbur jetën në rrethana tragjike. Sipas të dhënave dyshohet se njeriu është hedhur nga një pallat dhe ka ndërruar jetë. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Policia e shtetit dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Tiranë kanë konfiskuar për interes publik një objekt banimi dhe shërbimi në rrugën Luk Kaçaj, pasi rezultoi ndërtuar në shkelje të lejes së ndërtimit. Sipas verifikimeve, objekti kishte të kaluar kufirin ligjor prej 10% të sipërfaqes së lejuar dhe ishte vënë në përdorim pa certifikat. Autoritetet bëjnë me dije se ndaj rastit janë referuar disa materiale procedurale në prokurori. Lajme nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbërritur në Pekin, ku prit me ceremoni zyrtare përpara takimit me presidentin kinez Xi Jinping. Në fokus të bisedimeve pritet të jetë konflikti me Iranin dhe siguria në ngushticën e Hormuzit. Trump deklaroi paranisjes nga SBA se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka nevojë për ndihmën e Kinës për të arritur një marrëveshje me Iranin. Ndërkohë, Pekini mirëpriti vizitën dhe konfirmoi diskutimet për stabilitetin rajonal. Në delegacionin amerikan bëjnë pjesë edhe sekretari i shtetit Marco Rubio dhe drejtues të korporatave të mëdha amerikane. Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara mbeten të larta, ndërsa Teherani refuzon ndryshimet në propozimin për armëpushim në Lindjen e Mesme. Donald Trump e quajti planin iranian të papranueshëm, ndërsa kriza po ndikon edhe në tregjet globale me çmimin e naftës Brent mbi $108 për fuqi. Departamenti amerikan i shtetit ka shpallur një shpërblim deri në $15 milion për informacion mbi dërgesat e naftës të lidhura me gardën revolucionare iraniane. Ukraina akuzon Rusin për vonesa në procesin e shkëmbimit të burgosurve 1.000 të shpallur më 8 maj nga Donald Trumpi. Avokati i popullit i Ukrainës deklaroi se Kievi ka dorëzuar listat me emrat, por Moska po e ngadalson procesin, ndërsa negociatat mes palëve vijojnë çdo ditë.
Volodymyr Zelenski ka paralajmëruar për sulme të vazhdueshme me dronë rus, duke thënë se mbi 100 dronë kanë qenë aktiv në hapësirën ajrore të vendit. Presidenti i Ukrainës deklaroi se Rusia ka ndryshuar taktikat duke goditur më shpesh gjatë ditës dhe duke synuar infrastrukturën civile në disa rajone të Ukrainës. Tensione dhe slogane pro-plan Palestinës shoqëruan gjysmëfinalen e parë të Eurovisionit 2026 gjatë performancës së përfaqësuesit të Izraelit Noam Betan. Nga publiku dëgjuan thirrje kundër Izraelit, ndërsa organizatorët konfirmuan largimin e 4 personave nga arena për shkak të sloganeve politike. Pavarësisht tensioneve, Izraeli arriti të kualifikohej në finalen e madhe të festivalit. Sport. Mbrëmja e sotme do të sjellë një nga sfidat më të shumë pritura të sezonit në futbollin shqiptar, finalen e Kupës së Shqipërisë mes Dinamos dhe Egnatias. Ky është takimi i 34 në histori mes këtyre dy ekipeve, teksa në 33 përballje të zhvilluara mes tyre Egnatia ka regjistruar 16 fitore, 7 fitore për Dinamon, ndërsa 10 sfida janë mbyllur në barazim. Finalja do të luhet në stadiumin Air Albania në orën 19. Parashikimi i motit. Sot vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga një mot relativisht i paqëndrueshëm, parashikohen vranësira mesatare deri të dendura dhe rreshje shiu me intensitet të ulët në veri dhe në qendër. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erselda Doko. Unë jam Ervin Nikolla. Kjo është Top Albania Radio.